Tani e fundit që kam unë, zoti Dobaj, se do isha fillon dhe votimi aty që zgjidhet avokati i popullit. Tani, çfarë ju thoni qytetarëve që janë indiferentë, se në fakt kanë filluar të bëhen shumë indiferentë? Dhe nga Leja tha një pyetje që ishte interesante. Ju morë 60.000 vota. Kjo nuk do thotë dalin aty 60.000 njerëzore, kjo dhe 10. Por, emri partisë suaj Shqipëria bëhet. Ju vazhdoni të qëndroni kësa ideje që Shqipëria bëhet vërtet? Jo që pyetja juaj. Pa. Nisma Shqipëria bëhet. Mendoni që mund të bëhet vërtet? Jo, që të na qetësosh pak. Lëvizja Shqipëria bëhet, më dëgjohet e po të përgjigjem. Lëvizja Shqipëria bëhet, në të gjenet e kaluara. Të lutem se dëgjohet, nuk ka kakofoni. Ka marrë, më dëgjohet, ka marrë 80.000 vota, nga të cilat 16.000 kanë dalë të pavlefshme, 64.000 të vlefshme. Dhe ne besojmë fort që përtej çdo makinacioni këtij pushteti Shqipëria do bëhet shumë shpejt një vend normal. Shqipëria nuk mund të dalë nga rruga e saj drejt vlerave europiane dhe të jesh i bindur që ky vend bëhet. Kemi gjë tjetër? Jo, unë kam vetëm një gjë që Bushati, çdo njeri Bushati. Çdo njeri në situatë normale thot, kur pam me fakte sa ka vjedh Veliaj, kur pam me fakte çfarë kërdie ka bërë Belinda Balluku, njerëzit do ishin atje në shesh me Adriatiku. Dhe ajo që bën Adriatiku e thanë gjithu patjetër është për t'u lavdruar. Problemi është që ne sa herë diskutojmë këtë gjë, themi, dhe unë jam shpesh aktiv ke ky debat, themi që dakord, kjo qeveri e ka bo balt, po ku të shkojnë njerëzit, ke Saliu, ke 21 janari, ke Gërdeci, këtu s'ka opozit që frymëzon. Ndërko, Adriatiku doli dhe është me 50 veta atje, ndërko që duhet ishte me 500.000 veta. Edhe Arlindi... Si në Bulgari që u për la qeveria. Një protest, shumë veta pak. Faj nuk është ndoshta as i Saliut, as i Arlindit e as i Adriatikut. Por në diktatura njerëzit janë të friksuar. Shqipëria nuk bëhet pa përmbys diktaturat. Prandaj nuk duhet të fajsoj njerëzit, mendoj unë. Kështë i përmbys të ata po presin që t'i ikin shpio, vëllë, tani 50 veta. Në këtë kuptim e kam Adriatik. Do me thënë, po e paraqitëm situatën si një situatë normale dhe të fajsojmë njerëzit që s'dalin ose të fajsojmë lidera... Se ata nuk ndalon njeri të vejnë aty më Bushat. Asi njeri nuk ndalon njeri të vejnë atje. Se këtu s'ka regjim në këtë plan. Atje le të shkojnë, më po s'kon njeri. Jo, po pse s'shkon njeri? Se nuk shkon njeri. Kanë frikë nga diktatura. Sepse nesër të kapin motrën që kem punë, nesër të vinë të biznesi vllajt, te fëmia, ku duash të shkojnë? Kjo ndodh në diktatura dhe prandaj njerëzit thonë më mirë të vidhemi dhe të heshtim se sa të riskojmë. Unë nuk e besoj shumë. Zoti Bushati, nga gjithë për shnes, Zoti Bushati, nëse unë do mendoja që jetojmë në kohë normale, nuk u çmenda që të vijë dhe të flë para kryeministrisë në 3 gradë Celsius jashtë, se da çadra nuk na lan, po nga ana tjetër 50 rinj që në ditën e tretë po flën jashtë, është një numër jashtëzakonshëm. Jo, po ka që thonë që ti ke mbetur pa kaos. Nda ke dalë aty, jo, një pjesë e madhe njerëzish. Edhe këtë përgjigje do ta japësh. Dëgjoj. Po. Dëgjoj. Edhe unë dhe Bushati. Ja ta shpjegoj unë. Jo, them unë. Edhe shumë të tjerë, po ja u dëgjoj unë shumë të tjerë. Në diktatura... Jo, është një nga akuzat që është ngritur. Një nga akuzat që është ngritur shkjo, zotri. O Bushat, ti s'do të akord. Thoshte fishta i math, kur ke bishta presin, kur nuk e keta njësi, thoshte. Edhe të tregojnë një anekdot, unë një tregim shkurt, edhe ta mbyll, se më këput dora, se po e mbaj me dorë telefonin, kalon dhe në verë një burr me një grua, në mes të fshatit, kishin dhe një gomar që të ti. Me vete gomar. Edhe të dy në këmbë dhe gomar nga pas, për kapistre. Dale të gjojët, për kapistre. Ta se i gjimës, te rapi i fshatit, duke përshpëritur, e që budalën që janë, pika e vapës, gomari, Ore na e prishët. Petëm, edhe këta duke esur, dale pak, dale. Ja një minu se regjia ndimon sepse e oqi figurën. Janë,
Jemi okej, vazhdo. Okej. I dëgjoj ky burri dhe të nesërmen hipën ky migomar gruaja në këmbë e në mes të fshatit. I uan këta të rapi, se i gjint. Mos tuaj me gomar se mos na prishet figura. Vet migomar gruaja në këmbë në mes të vapës, si vjen turp. E dëgjoj ky dhe kalon ditën e tretë. Gruaja migomar ky në këmbë, ta se i gjint të rapi, po që ka ky budalla, gruaja migomar e ky në këmbë. Ditën e katërt, ky migomar, gruaja migomar në mes të fshatit, se i gjint, po që janë këta katil të dy migomar në mes të vapës. Tani kjo histori më marrë në kuj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Sapo vërtetua që regjizori dhe skenaristi Edi Rama i dha gjithë votat Trastarit dhe sot unë shumë krenar. U vërtetua o zgjot. Ofertat Edi Rama. Se jo po se Kalaja po më tregonte një gjë që nuk do zgjidhet, se do ketë një ndryrje kështu dhe do bëhet kështu. Gjithmonë më thot një teori dhe unë e mora me zori tash do visha ty se do bëhet kjo zgjedhje. Se ka 3 muaj që është zgjedhur. Nuk më besonte. Tani e kam këtu. Dhe më fol, tani do flasësh ti. Faleminderit shumë. Përshëndet, gjithë të mirat. Faleminderit shumë. Pas kësaj historisë, se ti e dëgjova të me komarë. Pas kësaj ngjarje tani, ne lapajnë do të lidhemi dhe herë tjetër të gjitha. A i ka vendosur të jetë aty, mira po do të shojmë ditët që vinë, minutat që vinë, orët që kalojnë, ditët që kalojnë, edhe të shojmë, të presim, vetëm po të jetë problemi biologjik ta i që të ketë shtërngime këshu. Jo, ka dhe ca, janë dhe 5 poste kushtetuse që janë në garë, se është i pari avokati popullit. Do kalojnë, po të zgjedhë doktori këta. Atere kalojmë të pjesa sa po është zgjedhur, e që vërtet kjo, shikojnë që i bushat një lajmë? Sa po është zgjedhur avokati të cilin ne dinim muajmë parë. Bile mua këtu poshtë, vinjat e koridori poshtë. Për jashtim të këti Endri Meksit, që nuk më thosh, po pjesa tjetër e gazetarve, më thoshin a i zgjidet. Po të lutem shumë, mos tregoj që të thashun. I thosha unë jo. Dhe nuk ka rëndësi pse të tregoni, me kupton. A ju zgjot tani, po unë e dinja 3-4 muaj për para. Ndërko, Berisha zgjedhë gjoja pa dashje avokatin e popullit. Si pa dashje u bë kjo, sinkron zgjedhja e avokatit popullit. Sinkroni një që kemi dhe vazhdojmë në këtë pikë që mendoj që është mjaft e rëndësishme. Opozita ka zgjedhur avokatin